Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanal Monitor TV për të ndarë pak analizën e ngjarjeve të fundit që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brother. Big Brother VIP Albania, një format fantastik që po merr vëmendjen e të gjithë shqiptarëve. Së fundmi po u sjellën banorëve një sfidë që për mendimin tim ka thyer pak rregullat. Tani unë do të bëj një krahasim nga viti i kaluar në sfidën e këtij viti. Vitin e kaluar sfida ka qenë më strikte. Mbaj mend një rast kur brenda shtëpisë ka hyrë nipi Rozana Radit, i cili as nuk foli sepse nuk kishte të drejtë, por vetëm bënte lëvizje nëpër shtëpi duke mos u toleruar nga vllau i madh që ta përqafonte Rozanën. Mbaj mend Xheneta hyri duke provokuar por jo duke dhënë informacione, ndërsa familjarët e banorëve që futen këtë vit në sfidën e mos reagimit e kanë bërë këtë sfidën sikur po kalojnë një moment të surprize me banorët të cilët janë aty brenda. Do ndaloj tek një pikë, në fakt tek dy pika do ndaloj. E para njëherë është kunata e Rogertit, e cila u bë pjesë sot e shtëpisë së Big Brotherit duke surprizuar në sfidën e mos reagimit Rogertin, që në një farë mënyre ajo në mënyrë të lakueshme dha një informacion. Fillimisht njëherë Eduard Rokiti marrëdhënien që Rogerti ka me Mirin, më pas respektin që Miri ka treguar kundër drejt Rogertit dhe falenderoi Juelën për qëndrimin që i ka ndenjur afër Rogertit. Do të thënë kjo është një lloj informacioni. Më pas kunata e Rogertit i tregon Rogertit se si qëndron jashtë, si është familja. Përshëndet Rabean për Mirin, që në fakt në një mënyrë i tregon dhe një informacion Miri që raporti jot me bashkëshorten tënde, nëse e ke me sikletë është krejtësisht në rregull, është çdo gjë okay. Por ajo që në fakt mua më tërhoqi më shumë vëmendjen ishte mesazhi i dhënë kundër drejt Selin. Kjo është pak e çuditshme, këto familjar këtë vit kanë hyrë me mesazhe. Kunata e Rogertit në momentin që u largua nga shtëpia e Big Brotherit, pas gjithë bisedës që bëri në vetminë e saj, por duke dhënë informacion, duke i dhënë këshilla Rogertit që mos bërtit, ti ke mikrofon, dëgjohesh, mundohu që të jesh sa më i qetë, do me thënë duke i dhënë mesazh që nxirre anën më të mirë tënde, sepse çuni nuk dëshiron që të të shikon në këtë stad në të cilin ti ke arritur. Ajo që më së shumti më ra në vesh dhe menjëherë i bëra vetes time pyetjen, pse familja e Rogertit e ka kaq shumë të rëndësishme lojën brenda që ta ketë Rogerti me Selinën? Pse është kaq e rëndësishme? Do me thënë ajo në momentin që u largua, kunata në këtë rast, i thot Selinës që ky ka hyrë me qëllimin shumë të vërtet dhe shumë të qartë, por ti ja ktheve shpinën, ky ka qenë i vërtet. Tani, a duan me patjetër që Rogerti të afrohet me Selinën dhe të losë me Selinën? Po mirë, në qoftë se marrëdhënia e Enxhit ka qenë vetëm me tezën e Selinës si një lloj shoqe, pse kaq shumë familja e Rogertit duan që Rogerti ta ketë këtë afrimitetin me Selinën? Dhe pse Rogerti nga jashtë pas ka hyrë për të luajtur me Selinën dhe nuk pas ka hyrë për lojën e vet? Do të thënë më duket një histori pak kontradiktore. Në këtë rast unë mbështes Selinën që, okay, unë mund ta njoh Rogertin jashtë, por unë këtu dua të luaj vetëm sepse unë kam ardhur për lojën time. Dhe Selina gjithmonë e ka thënë këtë gjën, unë kam ardhur për lojën time. Tani, pse familja e Rogertit gjithmonë e potencon këtë gjën, sikur Rogerti ka hyrë vetëm për këtë misionin, sikur Rogerti ka hyrë vetëm për t'ia bërë lojën Selinës dhe këtu përfundon gjithçka dhe nuk ka asnjë gjë tjetër. Do të thënë e shoh pak si situatë me thënë të drejtën të koklavitur, e shoh pak si situatë të jo të mirë qënë, sepse më duket pak e çuditshme fakti që Rogerti hyri për lojën tënde. Okej, pra këtë e kuptoi Selina që ka hyrë për mua. Tani, çfarë ka në këtë mes që fshihet?
ka një pakt që Rogerti e ka bërë jashtë me familjen e Selinës, që këto të dy të shkojnë në finale dhe njëri nga këto të dy ta merr fitoren për t'i djegur të gjithë banorët e tjerë. Do të thënë mund të jetë një pakt i mëhershëm. Greta nuk dinte një gjë për këtë. Më pas Selin nuk tha një gjë për këtë. Selina thotë që unë nuk e njoh, nuk e kam takuar, nuk kam patur kontaktin. Do të thënë Selina hedhën krejtësisht në tokë gjërat me Rogertin, raportin me Rogertin, dhe sinqerisht do të thënë është për të befasuar se pse familja kërkojnë me kaq ngulm, kërkojnë me kaq shumë intensitet që Rogerti të jetë në një stat loje me Selinën. Unë mendoj që Rogerti nga jashtë ka patur një analizë të detajuar në kokën e tij, duke thënë që unë do të luaj me Selinën, do të bëj një lojë të përbashkët me Selinën, ne të dy do të nxjerrim të gjithë banorët jashtë dhe unë edhe Selin do të arrim në stadin më të lartë. Do të thonë, unë nuk e shoh interesin e Rogertit ta ketë më shumë tek Juela që e bëri mike, që e bëri shoqe, që e bëri aleate në lojë, sa e shoh do të thënë ta ketë fokusin tek loja e Selinës, se çfarë do të bën me Selinën dhe si do të sillet me Selinën. Do të thënë, unë e shoh Rogertin që ka një nevojë shumë të madhe që të luajë lojë me Selin, pasi që Kunata hyri me këtë informacionin. Tani nga ana tjetër, Landi futet brenda në shtëpi edhe mundoj që të thumbon Selinën me kungja, që do të thënë çfarë fati kam që të kam komshije, do të thënë dua s'dua me ty dua të flej. Gjithsesi duke i thënë edhe Miri që mos të plas fare se çfarë pëlqejnë çikat tek ty ose mos të pëlqejnë fare çikat. Që çikat nën kuptonte do të thënë Selina, nga që Gimbo e thret çika jem. Mendoj që loja pak doli nga korniza dhe banorët arritën të kuptojnë që mlefi nga jashtë, do të thënë nga brenda ka depërtuar edhe jashtë tek familjarët e tyre. Miri dhe Rogerti, me thënë të drejtën, në këtë sfidën kanë qenë pak më të suportuar nga vllau i madh, kanë qenë pak më të përkëdhelur, sepse ju kanë futur brenda asaj shtëpie njerëz të cilët i kanë të afërt me mesazhe, ndërsa nga krahasimi që u bëra me vitin e kaluar, për shembull, kjo lloj sfide nuk ka qenë sfidë me mesazhe, që unë të futem në shtëpi dhe të jap mesazhe për këtë X banorin për t'i thënë këtij se kështu qëndron puna jashtë. Mendoj që familjarët hynë në këtë pikë të lojës përpos që të trazojnë një çik ujërat brenda në shtëpi, do të thënë të krijojnë pak më shumë dinamika, sepse dinamikat, me thënë të drejtën, kohën e fundit ranë, por unë e shoh më së shumti Selinën një vajzë e cila është në shënjestër të gjithë këtyre çunave për të arritur, do të thënë, qëllimet e tyre dhe për të qenë sa më shumë në prime, do të thënë për të qenë sa më shumë në qendër të vëmendjes. Dua të marr mendimin tuaj si i keni parë këto mesazhe dhe a mendoni ju njëjtë si mua që Arbër Hajdari dhe Monika Kryemadhi duhet sa më shumë, do të thënë, të vënë në dukje dhe të vënë në pa marrëdhënien që Selin ka me Rogertin dhe pse e ka kaq shumë të rëndësishme Rogerti dhe Selina ta kenë këtë marrëdhënie, do të thënë çfarë fshihet mes tyre, çfarë pakti është bërë nga jashtë në këtë raport.